Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në videon time dhe unë sot do flas për një temë tjetër, pikërisht nga libri Neville Goddard. E di që nuk kemi parë prej pak kohësh tashmë, por shpresoj që këto ditët ditët kur unë jam në punë mbas dite dhe nuk mund të vi live, shpresoj mos të jenë shumë boring. Të përpiqem që në ditët kur të jem në punë para dite të jem live. Më pëlqen shumë vërtet të flas me gjithë ju për këto situata, për këtë ngjarje që na i sjell kaq bukur ky libër. Kontrolli subjektiv. Imagjinata juaj është në gjendje të bëjë gjithçka që ju kërkoni në përpjestim me shkallën e vëmendjes suaj. Përveç se duhet ta imagjinoni, duhet i kushtoni vëmendje imagjinatës suaj. I gjithë përparimi, gjithë përmbushja e dëshirës varet nga kontrolli dhe përqendrimi i vëmendjes suaj. Vëmendja mund të tërhiqet ose nga përjashta ose të drejtohet nga përbrenda. Vëmendja tërhiqet nga përjashta kur jeni të zënë me vetdije me përshtypjet e jashtme të së tashme së aty për atyshme. Pra thjesht e dini që po ndodh diçka, duhet ta mbani mendjen aty, jeni në punë, fjala vjen edhe keni mendjen vetëm te puna, vetëm te gjërat. Ndërsa thot vetë rreshtat e kësaj faqe po e tërheqin vëmendjen tuaj nga përjashta, pra momenti kur ti lexon, kur ti merresh me një punë, kur ti je përqendruar aty. Është e qartë se në botën objektive vëmendja juaj jo vetëm tërhiqet, por është e drejtuar vazhdimisht nga përshtypjet e jashtme, sepse normalisht nuk jemi gjithkohës në interaktivitet me njëri tjetrin, me punën, me përditshmërinë. Mirë keq, ashtu siç e kemi ndruar, imagjinuar deri në një pikë të caktuar, ashtu do na shfaqet dhe pikërisht ne ndërveprojmë me këtë realitet që na shfaqet aktualisht. Është e qartë se në botën objektive vëmendja juaj jo vetëm tërhiqet, por është e drejtuar vazhdimisht nga përshtypjet e jashtme, por kontrolli juaj në gjendjen subjektive është pothuajse inekzistent, sepse në këtë gjendje vëmendja është zakonisht shërbëtori e jo padroni, pasagjeri dhe jo timonieri i botës suaj. Është momenti kur e keni lënë, kur e keni ju situatën në kontroll, nuk e keni lënë në dorë të imagjinatës. Ekziston një ndryshim i madh midis vëmendjes së drejtuar objektivisht dhe vëmendjes së drejtuar subjektivisht. Objektivisht, pra në mënyrë objektive, kur unë them do marr këtë penelin dhe do e vendos te çanta e make-upeve sepse do e harroj pastaj, ose do lexoj këto 3 fletët, dhe subjektivisht kur ti fillon edhe e kthen shikimin brenda dhe ti thua, po unë si u ndjeva për këtë gjë, po unë çfarë do të ndjeja nëse gjërat do të kishin shkuar ndryshe. Kur jeni në gjendje të kontrolloni lëvizjet e vëmendjes suaj në botën subjektive, mund të modifikoni ose ndryshoni jetën tuaj sipas dëshirës. Sa e bukur është kjo. Edhe jam thellësisht mirënjohëse vërtet për mundësinë që na është dhënë, që thjesht na është dashur që ta mësojmë, sepse ka qenë gjithmonë aty. Edhe unë që isha totalisht e lodhur nga puna, shtriesha në shtratin e domestime dhe thjesht rria e mpir nga mendime që nuk më shërbenin, që nuk kishin asnjë lloj efekti, madje përkundrazi më linin të bllokuar në atë qerthullin e një jete që nuk më pëlqente. Dhe nuk e kuptoja kush ishte ndryshimi, derisa më në fund arrita vërtet që ta kuptoja përmes këtyre librave, përmes videove që shija në YouTube. Unë kam mësuar nga videot e YouTube-it ashtu siç mund të rezonoj me ju një video YouTube-i, edhe ju të filloni ta shihni ndryshimin, edhe ju të mundeni ta bëni këtë ndryshim. Edhe deri në një moment të caktuar kur thash mendimet dua, Zot të lutem, më jep një zgjidhje se si unë mundem të ndryshoj jetën time, por pa bërë asgjë, sepse jam totalisht e pafuqishme për të bërë diçka, jam totalisht e mpir, jam totalisht
e dërmuar nga kjo punë e cila më merr pjesën më të madhe të ditës, më merr vullnetin, më merr dëshirën, më merr çdo gjë edhe ndjesha e dorëzuar, nëse mund ta quaj kështu, përpara botës, përpara jetës time. Edhe thash, Zot, lutem jep një zgjidhje për që të jetë e lehtë. Më jep një zgjidhje që mundem ta bëj. Më jep një zgjidhje që mos më marr më kohë, që mos të ndihem e dërmuar në fund të ditës, për të ndihem sikur vërtet po ndryshoj jetën time. Dhe më shfaqën pikërisht këtë video. Dhe Zoti më tha, "Okej, ti mbas pune, çfarë bën? Ti sheh video në Instagram, ti sheh video në Pinterest. I got you, girl." Zoti tha, "Në rregull, do ta zgjidh unë këtë gjën, do ta zgjidh unë për ty. Edhe do të t'jap zgjidhjen më të lehtë në botë, që ti mos kesh nevojë të lëvizësh as gishtin e vogël, madje përkundrazi, do kesh vetëm një hap sa për t'i bërë scroll, sa për të kaluar nga njëra video te tjetra, nga njëra video e mrekullueshme, mesazhet përkryera tek një mesazh tjetër, akoma dhe më i përkryer, akoma dhe më i mrekullueshëm. Dhe isha kaq e thjesht që unë të ndryshoja jetën time, mjafton të thjesht ta kërkoja këtë gjë. Dhe thellësia e shpirtit tim, subjektiviteti im, zemra ime, e donte një ndryshim. Dhe në momentin që unë e doja ndryshimin, dhe e shpreha, thash, Zot, lutem më jep zgjidhje, unë e mora sepse zemra ime tha, do më thënë, realiteti im, mendimet e mia, vëmendja ime, shkon të gjithë kohës në të njëjtat mendime. Dhe ishte krijuar një rrugë. Fillon, mbaron. Dhe pastaj thash, "Jo, prit një sekond. Kjo gjëja po më lot. Nuk e bëj dot më. Më jep një rrugë tjetër." Dhe tha, "Okej, le ta ndryshojmë pak trajektoren. Le të shkojmë kështu." Po më pëlqen kjo rruga. Më duket interesante. Hajde ndjekim. Dhe ja ku jam. Dhe pastaj thash, por a mund të bëj dhe një rrugë tjetër? Sigurisht që ti mund të bësh dhe një rrugë tjetër. Por a mund t'i zgjeroj të rrugë edhe të bëj disa rrugë njëkohësisht? Sigurisht që ti mundesh të bësh disa rrugë njëkohësisht. Të gjitha këto ishin thjesht se unë e kërkova këtë gjë, e kërkova ndryshimin. Çdo ditë jepja një vetes detyrën që ta hiqni qëllimisht vëmendjen tuaj nga bota objektive dhe ta përqendroni atë në mënyrë subjektive. Jepja një detyrë vetes tot, që në momentin kur ti je totalisht e lodhur nga puna, e dërmuar nga jeta, je shtrirë aty në shtratin tënd, ose je ulur në koltukun tënd, dhe thjesht nuk mundesh më të ecësh përpara. Dhe thjesht ndjen që je lodhur nga kjo rrugë që ke bërë që kohës, pas një lloj ndryshimi, pas një lloj përmirësimi, pas një lloj gjë, dhe thjesht ti je ngecur aty. Jepja detyrë vetes tënde, që mos e mbash mendjen vetëm te ç'po po bëjnë të tjerët. Sa bukur, kjo me pushime, ky me pushime, ai me pushime. Mos e mbaj mendjen vetëm te ata, mbaj mendjen këtu. Thuaj, prit një sekond, ti çfarë do? A do të ndryshosh? Sepse nëse do të ndryshosh, ne mund të bëjmë një lutje. Edhe ta ndryshojmë jetën tonë. Ne mund të bëjmë një lutje dhe t'i themi Zotit, Zot, lutem, më jep zgjidhjen më të lehtë. Më jep diçka që unë mundem ta bëj edhe duke ndetur këtu në koltukun tim. Edhe duke mos bërë asgjë. Vetëm ta ndryshoj jetën time duke mos bërë asgjë, sepse nuk kam fuqi për të bërë diçka tjetër. Jam e dërmuar, jam e pavullnetshme, më ka mbaruar çdo pikë energjie për ta kërkuar këtë ndryshim, por nëse mundesh më jep një zgjidhje që të mundem ta ndryshoj jetën time pa lëvizur as gishtin e vogël, sepse nuk mundem më. Edhe do ta shohësh se si jeta jote do të ndryshojë. Atëherë kur ti mendon se nuk mundesh më, ua them këtë sinqerisht, sepse e kam provuar vetë, më ndodhe, dhe në momentin kur ti thua nuk mundem më,
ti e di që thjesht nuk mundesh më në atë lloj cikli. Ty të duhet një cikël i ri. Dhe ky cikël i ri do të vijë me energji të reja. Do të t'jap një lloj dëshire të jashtëzakonshme për ta jetuar jetën. Edhe jo vetëm për ta jetuar jetën, por për të bërë mirësi. Sepse në momentin që ti e ndjen që e ke ndryshuar këtë gjë, ti do të ndjesh automatikisht dëshirën për të thënë edhe njerëzve të tjerë, bëjeni këtë gjë. Bëjeni sepse kjo është mënyra. Edhe këtë nuk po e bëj për të përfituar vetë. Këtë po e bëj për të përfituar ti. Për të përfituar sa më shumë njerëz, sepse vërtet e kam parë veten të ngecur në çark në një qerthull rrugë monotonie që më kishte marrë frymën dhe nuk e kuptoja dhe në momentin që unë gjeta zgjidhje për vetëm jam e sigurt që edhe ti mundesh dhe nëse unë e kam kaluar atë rrugë sinqerisht nga thellësia e shpirtit tim nuk dua që ta kaloj më njëri tjetër. Nuk dua që ta kaloj më njëri tjetër. Dhe prandaj jam këtu. Dhe shpresoj që ky mesazh të rezonojë me kaq shumë njerëz, dhe kaq shumë njerëz të munden vërtet ta shohin dhe ta lexojnë këtë mesazh, sepse ta lexojnë në mënyrën e duhur, ta përthithin në mënyrën e duhur, edhe ta arrijnë të kuptojnë që këtë nuk po e bëj për vete, po e bëj për të mirën tuaj. Me fjalë të tjera, përqendroni në ato mendime ose disponime që i përcaktoni qëllimisht, ose situata pra, ose një vendosmëri që ja përcakton vetes tënde në mënyrë të qëllimshme. Pra, i thua vetes tënde, dua të ndryshoj pa bërë as lëvizje më të vogël, dhe çfarë ndodhi? Siç ja thash, Zoti filloi të më jepte pikërisht të lloj videosh, të lloj mesazhesh në pikërisht aty ku unë s'kisha nevojë vërtet lëvizja as gishtin më të vogël, në Instagram, në Pinterest, në 2 aplikacione që unë rria pjesën më të madhe të kohës. Pse? Sepse vetëm shpërqendrohesha, vetëm bëja diçka që ishte jashtë. Pa menduar në asnjë moment se si t'rregulloja këtë këtu brenda. E çoja vëmendjen time gjatë gjithë kohës jashtë, nuk e ktheja vëmendjen asnjëherë brenda. Në momentin që unë e ktheva vëmendjen time brenda, realiteti im filloi të ndryshonte dhe më shfaqën këto video. Dhe në momentin që më shfaqën këto video, pikërisht mbasi unë e kisha përcaktuar qëllimin, unë bëra këtë. Se normalisht nuk është e lash nuk kërkoj ndjes. Në momentin që unë e kërkova këtë lloj ndryshimi, nuk e lash me kaq. Unë nuk kërkova ndryshim që të më ndryshonin videot në Instagram e në Pinterest, edhe unë asnjëherë të mos i dëgjoja ose të mos i shija, përkundrazi. Unë fillova t'ju kushtoja vëmendje, ditën e parë më dukën budallallaqe, thash s'është e mundur, por pastaj thash, kjo është përgjigje e lutjes time, sigurisht që është e mundur. Sigurisht që është e mundur dhe unë pikërisht të gjën do bëj. Dhe që nga ai moment unë kam ndryshuar jetën time përmes mënyrës se si unë mendoj. Atëherë ato gjëra që tani ju kufizojnë do të zbehen e do të largohen. Edhe ajo çfarë unë mendoja që kjo është gomarllëk. Ky është gomarllëk, nuk mund të dalë njëra dhe të më thotë që unë jam bërë milionere vetëm se unë ndryshova mënyrën time të menduarit. Dhe ky mendim i imi, që unë i thoja, ky është gomarllëk, ti nuk mund të bësh 1 milion lek sepse ti ndryshove mënyrën e mendimit. Kjo barrierë u zbe sepse e pash që vërtet kështu është. Unë fillova të kisha më shumë para. Në momentin kur unë fillova të jem mirënjohëse për parat. I gjeja gjërat më lirë, blija rroba me ulje, do më thënë, bënin zakonisht ulje vetëm në masën time, duke qenë se unë isha extra small, dhe je vazhdoj t'jem, duke qenë se unë jam extra small, fillova të gjeja dyqane shumë të shtrenjta që bënin ulje vetëm për extra smallin. E imagjinon do të më thënë se qa benefiti ishte kjo për rrogën time, do më thënë, që unë në vend që të shkoja të bleja diçka për 20.000 lek, e gjeja me 5.000 lek. E kupton? Kjo është mënyra se si, dhe jo vetëm kaq, në fund të muajit arrita të mbyllja muajin si ç'duhej, arrita të kurseja 1 lek, ishin gjëra që vërtet si kisha imagjinuar kur.
E ditën kur arrini të kontrolloni a ditën kur arrini të kontrollin e lëvizjeve të vëmendjes suaj në botën subjektive, ju jeni padroni fatit tuaj. Ditën kur ju do ta dini shumë mirë se do thoni, unë do ta çoj vëmendjen tani vetëm tek fakti që unë paguhem për të ekzistuar. Vetëm tek fakti që unë kam një partner që është marrëzisht i dashuruar me mua dhe është njeriu më i pasur në botë edhe më përkëdhel me çdo lloj pasurie, me çdo lloj luksi. Ku e kam vëmendjen tani? Te këto dy gjëra. Domethënë që unë të paguhem për të ekzistuar, që idetë e mia të vlejnë miliarda dollar, pse vetëm se fakti që e kam menduar tashmë, edhe e kam vendosur, dhe dyert e mia hapen kudo. Dhe idetë e mia pranohen, dhe idetë e mia vlerësohen, dhe fakti që kam këtë partner të jashtëzakonshëm që më përkëdhel me çdo lloj gjëje, më përkëdhel me dashurinë, më përkëdhel me çdo lloj pasurie, më bën që ta shijoj akoma më shumë të sukses. Edhe që nga ky moment, domethënë, unë e kam vëmendjen të përqendruar te këto gjëra. Dhe kur e di që e kam vëmendjen të përqendruar te këto gjëra, ky është momenti kur unë jam padrone e fatit tim. Edhe e di që realiteti im nuk do shfaq asgjë më pak se kaq. Do shfaq vetëm më të mirën, sepse unë e di që është atje duke u krijuar për mua ky lloj kontakti, ky lloj lidhje me njerëzit që do më vlerësojnë idetë me miliarda dollar, me njerëzit që do më japin suksesin, me njerëzit që do ma njohin suksesin, do ma vlerësojnë suksesin. Unë e di që mundem, domethënë edhe e di që kjo, sepse e di që mundem, sepse këtu është vëmendja ime. Nëse do më lësh vetëm 5 minuta, vetëm në mendimet e mia, unë jam duke thënë, Zot faleminderit që ideja ime u vlerësua kaq shumë. Dhe jam thellësisht mirënjohëse që dyert u hapën për mua. Dhe jam thellësisht mirënjohëse që kam këtë partner të jashtëzakonshëm, që nuk do i kisha imagjinuar kur nëse unë do isha një migen akoma më e vogël mendërisht, ose një migen që nuk e dinte akoma se si funksionojnë ligjet e jetës. Dhe jam thellësisht mirënjohëse Zot që kam pasur mundësi të mësoj ligjet e jetës edhe të arrit të përfitoj më të mirë nga kjo. Dhe jam thellësisht mirënjohëse Zot që kam mundësi që ta shpreh këtë me gjithë njerëzit, edhe t'ju them edhe shumë njerëz të tjerë të përfitojnë nga kjo, edhe të jenë shumë herë më të suksesshëm në jetën e tyre vetëm nga fakti që kanë dëgjuar mesazhin nga Migena Neli, edhe kanë dëgjuar nga unë, edhe jam thellësisht mirënjohëse që kam këtë lloj energjie të jashtëzakonshme. Jam thellësisht mirënjohëse që ke sjell tek unë njerëzit e tur, jam thellësisht mirënjohëse. Po të më lësh 5 minuta, vetëm, domethënë duke mos e pasur mendjen, jam duke gatuar, jam duke bërë diçka, jam duke sistemuar rroba në dollap. E kam gjithkohës mendjen këtu. Domethënë vëmendja ime është totalisht e përqendruar në mirënjohje të jashtëzakonshme për këto gjëra. Do thoni juve, po sa nga këto ke, po të rëndësi ka që unë jam thellësisht mirënjohëse. Jam thellësisht mirënjohëse që në radhë të parë ka ardhur mendimi këtu. Jam thellësisht mirënjohëse edhe për, nuk e di, për familjen e mrekullueshme që kam, për gjitha. Domethënë unë e di që kjo është mënyra se si do të jetë jeta ime, sepse unë jam totalisht e vetëdijshme. Në këtë moment jam krejtësisht e vetëdijshme. Edhe në këtë moment që e kam vetëdijen, nuk e kam vetëdijen për të shkuar tek, për të parë, a e kam mirë flokët aty, apo duhet i hidhja këtej. Nuk e kam vëmendjen jashtë, e kam vëmendjen këtu brenda, e kam vëmendjen tek mrekullia me cilën unë e shoh jetën time me sytë e mendjes. Edhe nuk do të pranoni, thot, më dominimin e kushteve apo të rrethanave tuaja të jashtme. Më intereson fare që sot po e bëj unë vetë make-upin tim. Unë e di që jam kaq e suksesshme sa nesër do kem njerëz që kujdesen për make-upin tim, kam njerëz që kujdesen për flokët e mia, kam njerëz që kujdesen që unë të dukem bukur në foto, të dukem bukur në video, të jem gjithkohë. Sepse unë jam shumë e suksesshme. Unë ja kam dalë, edhe unë e di që përmes pasurisë që unë do arrit vendos, do bekohen xhepat e njerëzve të tjerë. Edhe përmes faktit që bashorti im më paguan gjatë gjithë kohës për mua, paguan për makinën time, paguan për shtëpinë tonë, paguan për suksesin tim, për ku di una, në sensin e për të financuar fillimisht një
arritje ku diuna në biznes ose diçka, sepse unë e di shumë mirë që idetë e biznesit kanë nevojë për pak financim. Edhe nëse nuk e kam për momentin këtë financim, e di që do ta siguroj, e di që e siguron tashmë bashkëshorti im. Edhe në momentin që e siguron bashkëshorti im, unë jam shumë e sigurt që e gjithë kjo pasuri e cila investohet për një ide biznesi, për një biznes, për një gjë çfarë do të qoftë, për një lloj projekti, e di me bindjen më të sigurt që kjo pasuri shkon për të bekuar xhepat e kaq shumë njerëzve. Domethënë, e gjithë njerëzve që do punojnë për këtë projekt, e gjithë njerëzve të cilët vijnë në angazhim të këtij projekti, janë të gjithë duke u bekuar nga kjo lloj pasurie që ne kemi dhe vendosim ta investojmë. Edhe e di që çdo gjë që unë bëj është për të mirën e njerëzve, dhe prandaj jam shkrejtësisht e qetë, domethënë në momentin kur e imagjinoj të ardhmen time. E di sepse çdo lloj suksesi që unë kam, çdo lloj suksesi që unë arri përmes bekimeve që unë jap në familjet e gjithë njerëzve, të cilët më rrethojnë, punojnë me mua, punojnë për mua, janë të gjithë duke u bekuar gjatë gjithë kohës. Nuk do të pranoni jetën në bazë të botës përjashta, pra nuk është ajo ideja që po s'kam lek edhe nuk duhet të mendoj fare për ide biznesi. Është as pak e vërtet. Unë me vërtet mund mos kem shumë financim tani, por kjo nuk më pengon që unë të krijoj një ide, të ulem, të shkoj ta prezantoj idenë time në 5 veta. Ndoshta dikush, siç ju thash, dyert hapen, sepse unë e ndjej që dyert hapen, sepse unë e di që dyert hapen, sepse unë e di që idetë e mia vlerësohen në miliarda dollar dhe dyert do t'i hapi dikush për një ide që vlen kaq shumë, sepse njerëzit sot i pikasin idetë e suksesshme, edhe duan që t'i kenë afër tyre. Në momentin që ka një njerëz që ka ide shumë të mira, që flet gjithmonë gjëra të bukura, atij nuk do ta kesh afër, sigurisht që do ta kesh afër. Apo do ta shtysh tutje dhe ti thua se ditë çka ti i ka ndej se ti je shumë i mirë. Jo, një njerëz shumë mirë ti nuk është në tutje, ti e mban afër. Pasi të keni arritur kontrollin e lëvizjeve të vëmendjes suaj dhe pasi të keni zbuluar misterin e fshehur gjatë shekuish dhe breznish se Krishti në ju është imagjinata juaj, pra se Zoti në ju është imagjinata juaj, ju do të pohoni supremacinë e imagjinatës dhe do të vendosni të gjitha anët në qeverisjen e saj. Imagjinojeni pak, çdo gjë që keni tashmë është në qeverisjen e imagjinatës tuaj. Do shkojmë sot në punë? Basdita? Edhe e di, do them, do shkoj në punë, do bëj lajme edhe pastaj do vi në shtëpi. Jo, unë sot do shkoj në punë edhe jam e sigurt që do e kaloj shumë mirë, do t'jemi gjithkohës duke punuar në harmoni me njëra tjetrën, me koleget, sepse punoj vetëm me vajza. Do jem në harmoni me koleget, do jem duke punuar totalisht në atë qetësinë time, do jem duke gjetur gjithkohës lajme dhe të gjitha eventet që do janë të këndshme dhe mund t'i dëgjoj pa u mërzitur, mund të bëj lajme për to të cilat janë vërtet shumë e vlerë. E ndërkohë kam sistemuar të gjitha gjërat që më duhet të bëj, domethënë në lidhje me punën. Edhe kjo është imagjinata. Unë shkoj atje e përgatitur emocionalisht që gjërat do shkojnë për mrekulli. Dhe kur unë shkoj e përgatitur në këtë mënyrë emocionalisht, gjërat nuk kanë se si të shkojnë ndryshe. Madje edhe nëse mund të ndodhë diçka për momentin, unë them faleminderit Zot. Faleminderit Zot që më lë të kuptoj që ndonjëherë kur unë imagjinoj gjërat për mrekulli, është dikush që nuk duhet të ishte, është dikush që është ati që nuk i përmendet emri, që do që të ndërhyjë në planet e tua, Zot, por faleminderit që ti je i mrekullueshëm dhe faleminderit që ti je gjithmonë duke menduar se si ta rregulloj çdo gjë në jetën time. Edhe e di, për momentin unë do të jem në punë, në momentin kur ju do të jeni duke dëgjuar këtë video, por edhe jam e sigurt që do të jenë duke shkuar gjërat shumë mirë. Por thjesht në idenë e të planifikuarit përpara, domethënë për ta bërë sa më të qartë në mënyrën se si e prezanton, edhe ju ta keni parasysh se çfarë dua të them në të vërtetë në lidhje me këtë gjë, pra pikërisht në momentin se si
ju e planifikoni të ardhmen tuaj. Sigurohuni që ta planifikoni gjithmonë atë në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe jam e sigurt që gjërat do shkojnë për mrekulli. Do të shihemi në videon tjetër. Faleminderit që ishit këtu.